Është viti 1461 dhe heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu zbarkon pikërisht në këtë zonë. Jemi në Pulja të Italisë, mbushen 565 vite nga zbarkimi i tij në ndihmë të mbretit Ferdinand I të Napolit. Ferdinand I Napolit ishte i biri i Alfonsit të 5 të Napolit, me cilin Skënderbeu ishte i lidhur në traktatin e Gaetës për një ndihmë reciproke në rast nevoje. Dhe ishte pikërisht ai moment i nevojshëm, ai moment që froni i tij ishte në diskutim nga princat e gjitha këtyre zonave që ishin bërë në koalicion me angjërinët francez dhe donin t'i shkëpusin nga duart e tij atë që kishte trashëguar nga babai, mbretërinë e Napolit. Pra këtu jemi në Taranto, jemi pikërisht pasme shikoni kështjellën aragoneze në cilën u fsheh në atë pjesë të ushtrisë që mbeti princi më i fuqishëm që kishte në atë kohë e gjithë zona e jugut të Italisë, që ishte princi Niccolo Orsini del Balzo. Ai në përballjen e parë që pati me heroin ton kombëtar në tokën e Puljas u tërhoq pasi përsoi një disfat të menjëhershme, pasi kavaleria shqiptare ishte një kavalerie lehtë me pajime ushtarake të lehta dhe përshkonte distanca dhe me një shpejtësi të rrufeshme, aq sa e gjithë kavaleria e Orsinit u asgjësua që në përplasjen e parë. Pra, në këtë kështjellë që shikoni mbasme, ai u fsheh për të shpëtuar atë që ishte mundur që të fshehej e të shpëtohej nga gjithë ushtria e tij, ajo pak që i mbeti. E përkujtojmë këtë përvjetor të ardhjes të zbarkimit të heroit ton kombëtar në tokën italiane, pra në Puglia, këtu ku jemi tani, për të kujtuar se ai ishte pasues i një mbreti tjetër të madh shqiptar që zbarkoi pikërisht në këtë port në vitin 280 para Krishtit, që ishte Piroja i Epirit. Heroi legjendar, mbreti legjendar, mbreti i fuqishëm Epirot, pra një shqiptar gjenetikisht shqiptar i lashtë, i cili na nderoi me atë fushat që bëri në vitin 280 deri në vitin 275 këtu pikërisht duke zbarkuar në Taranto me 30.000 ushtar dhe me 20 elefant, se cilët ishin një risi për kohën në përplasjen që pati me Republikën e Romës. Të asaj republike që do shndërrohej më vonë në një perandori të themeluar nga një perandor që quhej Ottaviano Augusto, Ottaviani pikërisht që studionte në qytetin ton të Apollonisë oratorinë dhe artet ushtarake. Pra ne kthehemi edhe një herë tek ajo që bëri fushata jashtëzakonshme që bëri heroi jon kombëtar në vitin 1461-1462 këtu në tokën e Puljas për të shpëtuar përfundimisht fronin e mbretit Ferdinand I të Napolit. Pas kësaj ngjarje që u shkruan në gjithë analet e historisë të atëhershme të Italisë, atëhershme pra të Gadishullit Apelin të asaj kohe, kujtojmë se mbas asaj ngjarje fitimtare, mbas asaj fushate të jashtëzakonshme që ndërmori heroi jon kombëtar për të mbajtur pesën e atij akordi që kishte me babain e Ferdinandit parë, pra pesën e shqiptarit, mbas asaj pati një ardhje të shqiptarëve në fillim të generalëve, ushtarëve shqiptar me familjet e tyre dhe për të vazhduar më tej me ardhjen masive mbas pushtimit të Shqipërisë nga perandoria otomane. Kemi këtu afër atë që ne mund të quajmë pas më të vogël ndryshim Manja Albanese, pasi kemi një sër fshatrash, qytetesh të cilat janë të populluara dhe sot e kësaj dite ekskluzivisht me shqiptar, pra me ato që ne quajmë sot Arbresh. Këtu afër në këtë provincë të Tarantos është një komunë Arbreshe e njohur tashmë që është San Marzano, por më poshtë kemi pastaj në drejtim drejt perëndimit kemi dhe zonat e tjera të banuara nga San Demetrio Corone, nga Civita, nga San Cosmo Albanese, nga të gjitha ato zona që edhe sot rrahin zemrat e shqiptarëve të lashtë. Nga toka e jashtëzakonshme puljeze, nga qyteti I bukur I Taranto, unë Alban Kraja, si gjithmonë ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.